me komentue një diçka të tillë. Kur në pyetje për shembull të ëndrat, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka ëndrat i ka shpjegue, po edhe shpesh herë i ka vetë sahabët thotë a ka dikush e ka bën ndonjë ëndër edhe të analizojmë. Domethënë, edhe sot e kësaj dite ka njerëz që din mi komentu ëndrat, po edhe disa ndodhi kur ndodhen me komentue. Disa ndodhi të cilat ku doj me dalë. Këtu e kisha me përmenden, domethënë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që është shumë interesant, Aisha e ka pa një ëndër. Mirë po masane Ebu Bekri o kom prezent aty edhe ja ka komentu ëndrën qikës vet. Aisha ka pa një ëndër, pejgamberi ka kesh, s'u ka përgjigj. Nuk ja ka komentu, veç ka keshe, e s'u ka përgjigj. S'ka dosh me mërzit. Aisha dhe të kumpa, ja Rasulullah, dhe të kumpa një ëndër, thët, jom kon, ullur, thët, sikur se hana a ardh, edhe mu ka shumë prahnin tem. Hana. S'ka prit një, pak mas është ardh hana tjetër. Pe qiellin ka dalë, domethënë mu ka zbrit thot në prehnin tem. Po shku edhe pak mas tani thot ka zbritën hana e tretë. A hana e tretë thot edhe më ka zbrit thot në prehnin tem. Çka është kuptimi e ka vetë ja Rasulullah? Çka ka kuptimin kjo ëndër? Pejgamberi alayhis salam ka kesh. Si ka thënë kur gjë. Masanena, kur ka vdek pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe që është varros dhomën e Aishës. Pejgamberi e Zotit, domethënë kur kanë ditë sahabët ku me varros pejgamberin alayhis salatu wassalam, çysh me varros, ti ku i ka rënë mend pejgamberi ka përmend që pejgamberët e Zotit ku vdesin aty edhe varrosen, ha? Cëllën këto vdesin, në cëllën vend vdesin aty, mirë është mu, domethënë edhe vorë tina më vorë në vend. Edhe kështu që e kanë varros pejgamberin alayhis salatu wassalam në dhomën e Aishës. Mëse është varros pejgamberi alayhis salatu wassalam, Ebu Bekri ka thonë Aishës, oj Aishë, komentimi ëndrës tane, hane e parë të ranë në prehnin tonë. Hane e parë ranë prehnin tonë. Dhe edhe dytë kanë me. Edhe qika që ka thonë Ebu Bekri. Do me thonë mas 2 vjete, vdes edhe Ebu Bekri, edhe atëherë e vendosin sahabët ku me varros, do me thonë njeri maj afërmi pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë njeri Ebu Bekri, edhe kështu e kanë vendosin mu varrosen dhomën e Aishës. Masi, do me thonë, dhoma e Aishës qika vetë është, s'prish punë kur që pse mos mu varros afër pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe kështu e kanë vendosin, edhe e kanë varros pejgamberin, do me thonë afër, Ebu Bekrin afër pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe kështu atëherë Aishës u ka kujtu fjale e babës vetë. 2 obona, 2 hana, obon. Inshallah thotë një me treta, Aishë thash, inshallah vetë më ne treta. Mirë po, mas një kohë, do me thonë e dim, qysh kanë ndodhë rasti i vrasjes së Omerit radiallahu anhu që kanë plague, edhe që prej saj ka marrë vdekjen. Kur është plagos Omeri radiallahu anhu, atëherë Aishës i ka rënë subhanallah, do me thonë, edhe ka kajt. Thot hana e tretë do me ra, thot në prehem tem. Edhe kështu, atëherë i ka quhe fjalë Omeri radiallahu anhu, nëpërmjet Abdullah djalit vetë, shkëtët vete nanën e muslimanëve, nanën e besimtarëve, Aishën, thot am lejan thot mu varroset edhe në afër 2 shokëve të mi. Apo nëse thot jo, atëherë që është jenë varrezat e Bekijes, ato varrezat e mëdha që në Medine, aty mujna mu varroset mirë, po nëse më lejan. Po shku e ka veten, Aishën thot kështu, do me thonë kryetari muslimanëve po të verë, çka po ta mërmenja. Atëherë Aisha thot pa tjetër thot i kuft.
do më thonë që kjo hona e tretë, është hona e tretë që më ka rathët pa tjetër i kokë. Atëherë edhe njëherë ja kalon emanet, Omer radiallahu anhu djallit vet kur të vdes tash, halet gjallë kur e ka vetë, kur të vdes, edhe që do një më shku edhe më vërosen, dhe edhe njëherë shko vete Aishen. Para se më vëroset edhe njëherë vete Aishen, a është e pëlqimi, unë më vëros afer aty, asë është edhe mësaj është, dhe mësaj është. Aisha radiallahu anha ka nejten, kur o vëros pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhom çaj ka nejt, ende. Ebu Bekri o vëros, baba, dhom çaj ka nejten. Edhe ka nejt si njeri që shërën shpit vete, nuk o, të më thonë, ka mund krejt. Mirë po, atëhere, kur e ka dhon lejen mu vërosen, tash kur e ka lutën për dytën here, që o shko Abdullah e ka vetën, mas i ka vdik tash Omeri, tu e që të vorë, o shko edhe njëherë ka vetë, oj nona besimtar, dhe thët, ma kalon emanet baba më të vetë edhe njëherë. Kur kemi vetë herën e parë, o konë ende kryetari muslimanëve, sot është një kufon prej kufomë. Do është atë ka ardhë marrë mi thonë jo atëherë, po sot më nëshme thonë jo. Sot më nëshme thonë vëllaj, s'moj. Po du me rujten për vend, për vetë atë vend. Aisha thët jo, pa tjetër, thët, fjallën e kumë dhonë, thët, pa tjetër letë shkën edhe barasën edhe afer të shokëve të vetë. Edhe kështu që e vërosin edhe Omerin radiallahu anhu në dhomën e Aishës mirë, po kur është vërosin Omeri, mua Aisha nuk ka nejtë aty, thët jo më ka ardhën marrën për Omerit, edhe nuk po hije, e ka vendosë një farë perdë të madhe që ka vendosën, edhe e ka ndohë murin, e ka ndohë murin për i vareza, ku i në vërosin e tretë. Këtë çështje të varrimit, këtu një kohë do më thonë koha e tabiinve, kur themi koha e tabiinve, keni një krejt, një prej tabiinve që konë Sejid el Musayyib, një prej djetarëve, të mëdhej, gjenerata e dytë ma sahabëve, ai e ka komentuar çështjen e varrosjes së këtyne tre personave, pejgamberit, Ebu Bekrit, Omerit, edhe të Osmanit me një ngjarje tjetër. E ka lidhen edhe qajo hirë ndajnë. Do më thonë nëse ju kujtohet kur kemi qenë numre, kur shkonu në Medinë, edhe që ua vetëm te ajo para xhamia e Kubas. Një thash jo kona të një farë bunari, një farë pusi. I thojnë bjerën eris. Do më thonë edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam në ditë kur o shkue, kur o konë gjallë, o shkue o konë baqë, të më thonë e rëthekume. O shku pejgamberi ka marrë abdes në atë bunar, edhe o shtulen edhe i ka përvjell kom të bunar. Kom të i ka pas, teshën e ka pas përvjell të dejtë e bujt, edhe i ka lëshu kom të bunar. Kom të bunar i ka lëshu edhe po pushën. Ndërkohë do më thonë, o konën me të Ebu Musa el-Esh'ari, një prej sahabëve. Edhe ai person, do më thonë, i ka kushtu zemra me rujten atë derën e asoj bahë që atë ditë që mos me hiqet kush. Thot ja Rasulullah, do me ruj derën nëse, e kështu, mos po vjen e kush. Pejgamberi se ka dhënë as po as jo. Mirë, po, kur e ka shty derën të kush, ja ka marrë menja, thot, bo, aki është vlau jem, po, aki vlau jem është, Musa, Ebu Musa. Edhe i ka shku menja, thot, mos po vjen. Edhe ai e kumlon të marrë avdes me dalë për shtëpisë, edhe ka vetë kush është e dera, është e dera Ebu Bekri. Do të atëherë pra prit pak të ves pejgamberin, apo të lejen me hije, lejen me hije. Edhe shkoj ka vetë pejgamberin alayhi salam, të dera është Ebu Bekri, a më thonë me hije çka? Thuaj të çelja derën, thuaj le të hen, edhe jepi myshde për xhenet. I ka thonë, jepi myshde për xhenet Ebu Bekri. Edhe është dalë Ebu Musa, edhe ja ka qelë derën, edhe ka thënë ja Ebu Bekër, njësit ka pru Zoti, myshde, po te pejgamberit që je prej banorëve të xhenetit. Myshde më e madhe çka ka myshde më të madhe, se sa më të premtuan këtë dynjë me fitu xhenetin. Atëherë Ebu Bekri ja ka nisë me falënderën Allahun, edhe o shkue në drejtim të pejgamberit, tash Musa po rrin te dera. Ebu Musa po rrin te dera, Ebu Bekri o shkue, edhe ka dhënë pejgamberit selam, edhe o shkulen ka krahu i djathtë të tina.
ka krahu I djathtë të tij në është ul, çysh apo I ul pejgamberi alayhi salatu wassalam, po gjet që ai ka marrë abdes, edhe çysh apo të bunari, që ka shkuar në bunar, çashtu edhe Abu Bekri është ulën afër pejgamberit ka krahu I djathtë të tij, edhe ja ka nisë po bisedojnë. Masane ka shku mene thët Ebu Musa subhanallah, do ka ditë e marësët, ditë e marë me fitue gjenetin, fumat madhe se me fitu njerë gjenetin, këtë dunja ka, thët inshallah, subhanallah, që ka shku mene për vlot vetë, inshallah që vlot të, Allah e që vlot, vjen edhe e fiton, se ditët e ka së ditë e marë të shka. Mirë, po e ka shty dherën të kushtjetër, po kushet e dhera, thot, o jo Omeri, thot pretja Omer pra, po shkoj për mes pejgamberit, apo të lejon me hyrë. O shkoj ka vetë, thot, ja Rasulullah, të dera është Omeri po do me hyrë. Thot, thuj, qëllja derë, thuj në të hen, jepi myshde thot për xhenet. Jepi myshde për xhenet, kthehet Ebu Musa, ja qel derë, thot, ja Omer, thot, mirë ka pru Zoti, mirë ka pru Zoti, po tap myshde pejgamberit për xhenet. Edhe Omeri u gëzu, kur aniti këtë lajmë gëzu shumë, edhe tu ardhë edhe tu e falendru Allahun Gjeleshanu. Tu e falendru Allahun Gjeleshanu, edhe po vjen, edhe po jep selam dy shok vetë, edhe aj po get po merr abdes, edhe aj po ulet ka krahu I djathtë I majti I pejgamberit alayhi salatu wasalam, po ulet edhe aj për shok kom qashtu të bunar dhe po folin në veti, po bisedojnë. Mirë për ato momente, po vlane po Musa për mrena, ku ti shardë, ti shardë, te kështu Zotin, te kështu, po ku me taj, mu ne lash të mora abdes, ku ti shardë, po ka që mos po vje vllai vete për fiton që të mirë, dikur nuk shkon shumë, dikush për shtyn derën. Kush është thot Osmani, Osmani, thot ja, Osman thot pret të ves pejgamberit çka po thot. Shkon edhe vet ja Rasulullah, thot të dera është Osmani, po do me hije. Çka mi thon? Thuj thot ja Abu Musa, thuj Osmanit, thot nisët ka pru Zoti, edhe jepi myshde për xhenet, mirë po me një belat madhe që ka me gjetë. Një belat madhe që ka me gjetë. Edhe kthehet tash normal edhe gzim, po edhe sprove madhe, kthehet Musa, Ebu Musa al-Ash'ari, kthehet ja qel derën, edhe ja qel derën Osman, kur e thot nisën ka pru Zoti, ja Uthman, edhe hajde myshde për të pejgamberi alayhi salatu wassalam për xhenet, mirë po me një belat madhe ka me gjetë. Atëherë, Osmani radiallahu anhu, ja nisi për falendran Allahun, edhe të njëjtën kohë, Allah e po dhëtë na rrugë belave, Allah na forcoft bela, Allah e na forcoft në këtë sprovë madhe që ka më na gjetën. Edhe kështu që hini Osmani radiallahu anhu, tash Osmani, kur erdhë dhe ju dha selam tre shokëve të vetë, e pa pejgamberi alayhi salatu wassalam I ulën mes, Ebu Bekri ka ana e djathtë të tina, Omeri ka ana e majtë e tina, edhe Osmani radiallahu anhu u ul karshi tyne, karshi tyne nënën pjesën tjetër bunarit, pjesën tjetër bunarit u ulen, edhe njëjtën ulje qysh që kanë pas shokët e vetë, ashtu është ulajt, edhe janë ulen dhe kanë bisedu adem. Mirë po masanena, do më thonë kur u bo varrosja e këtyne pejgamberit shokëve vetë qysh janë varrosën në Medinë, ky Sa'id ibn al-Musayyib, që po thëmë është prej gjeneratës e dy tabiinëve, thët I kom komentue varvorën e tyne në bazë qysh janë kont ullur te ai bunar, qashtu e kom ditë ma ka marrë menja që kanë mikon edhe vorët e tyne anë të ardhmen. Do më thëmë mirë po, ata e këtë vdepër, më jënë si mirë po, në qysh pra, të tekjën ungje të tretë afër njëni tjetrit, vorët I kanë thët njëjtë. Mirë po Osmani nuk ka pas vend më ku më ullë të ta. Edhe ullë ka shi tyne, për atë arsye thët Osmani radiallahu anhu, është I varrosur së në Bekije, Gjennetul Baqi që I thonë, varrezat e Medines. Kështu do më thoni kanë komentuar dietarët, do më thonë çështjet që kanë ndodhur
Edhe shpesh herë do të thonë edhe i kanë komentuar ëndrat pejgamberi alayhi salatu wasalam ka komentuar, mirë po kjo ëndër që ka po Aisha e pa qëllimin, do të thonë para lajmërim sa ata njerëz do të varrosen në atë vend, në atë vend ku ka qenë do të thonë Aisha e vendosur dhoma asaj që ka qenë. Wallahu ta'ala a'lam, Allah e di më së miri. Mirë po ka në jetën tonë